Kjo për kryeministit Kurti, ku i ka po ofertë dhe gëzë që ta bojnë një marrëveshje edhe për kuvendin, edhe për qeverinë, po LDK-ja ka refuzuar, ju e dini, ndoshta është pyetje më e mirë apo LDK-s pse ata refuzojnë në orë pa PDK. Për shkak se për mua është komplet e palogjikshme, ku lëvizja vetëvendosje vetëm me LDK-n, 48-20 po 68, përfshi këtu edhe komunitetet jo serbe me 78 deputet në qeveri, po besoj që ja kishin dole edhe të presidentit me boni zgjidhje. Po LDK-ja refuzoi për shkak se ta na nuk vim pa PDK. Për neve është e papranueshme dhe ne refuzojmë me po çfarë oferte për PDK-n. Kjo po besoj duhet nuk përgjigj LDK-ja, por çka është me rëndësi besoj se tash është edhe një kërkesë nga AG-ja në gjykatën kushtetuese. Dhe shpresoj uroj që gjykata kushtetuese të del sa më shpejt, por me i dhoni përgjigje kushtetimit të kuvendit, nëse e morën të pranueshme, për shkak se për ne është e qortë tani me gjykime fat pika kandidatet ku mund me që votimi i hopur ose i fshet. Pra, na jemi të provu alternativa të ndryshme, po është e pakuptueshme gjithë kjo bllokim që vjen prej opozitës dhe refuzojmë me lëviz. Propozimi është i joni, kur vjen një subjekt tjetër dhe jep propozimet e veta, duhet të kuptojë që është e drejtë e jona, pra do s'bëhet kompromis. Kështu që për fund uroj që gjykata kushtetuese morë parasysh rëndësinë e situatës ku gjendemi, të jep sa më shpejt përgjigjes edhe kërkesës së AG-s, po dhe kërkesës tonë që kemi bërë për votat e vjedhura nga LDK. Përshëndetje për gjithë, faleminderit për kohën. Shkurtimisht, po besoj e di që është pak e lodhshme për qytetarët edhe për mediat edhe për këtë ata që na përcjellin. Po me rëndësi është, po besoj që lëvizja vetëvendosje tani më ka treguar që është konstruktive, këtë hapat e procesit që për synim ka pas zhbllokimin e kuvendit të Republikës. Pra ju e dini që na po vime dhe po votojmë për. Bllokues janë ata që votojnë kundër. Pastaj ka qenë një trysni e madhe duke thonë që duhet një diskutim mes subjekteve politike. Kryeministri Kurti